Mirë mëngjesi, mirë se erdhët. Mëngjes Kati. Mirë mëngjes e dashur, mirë mëngjes dhe ju të dashur mi që na ndiqni këto momente në emisionin ton. Ju uroj si çdo ditë një ditë bukur dhe juftoj për të parë recetat që do përcjellim për juve sot. Dhe çfarë kemi menduar? Sigurisht pranver, janë qepët e njoma, janë hudrat e njoma, dhe pse jo mos të bëjmë një si thua brushtull quhet në mënyrën domethënë tradicionale në disa treva, se jo se gjithandej thuhet kështu, mund të quajmë edhe një pet misri me qep të njoma dhe me hudra të njoma. Dhe sigurisht që do të kemi edhe erza. Pra kemi qepët e njoma, kemi hudrat të cilat i kemi të grira holl, gjithashtu do të kemi edhe kopër majdanoz në energjik, janë erzat që kombinojnë mjaft mirë dhe tani më ka hyrë dhe në energjiku një aromë domethënë të veçantë që jep dhe kur lidhje domethënë me mielin e misrit, jep një aromë shumë të mirë dhe bëhet një ushqim shumë i shijshëm. Konsumojnë kështu si që është, por mund të konsumojmë akoma edhe me një kos, me pak djath, por edhe kështu s'ka nevojë sepse unë brenda do të shtoj edhe pak qumësht, domethënë pak qumësht, edhe qumësht. Nëse keni mund të shtoni komplet qumshin, sepse këto kanë lëngje, domethënë ujë, dhe shtoni qumshin për ta bërë akoma edhe më të shijshme edhe më të plot. Nëse jo nuk keni, mund ta bëni vetëm me ujë ose gjysmë qumësh, gjysmë ujë sa të bëhet ajo masa e plotë që ka të forma të trajtën që të jetë pjesa e kësaj pete. Çfarë do na duhet? Kemi qepët, të cilat thashë kemi të grira holl. Tek qepët do të hedhim krip, nuk i ka vërdisim, kështu si që janë të freskë këta, kështu i duam, thjesht të lara dhe të grira holl. Pra, hedhim kripën, janë, shiko se sa të mira janë qepët tani në këtë, ato, si thuash, bishtat, kanë atë jeshillëkun, që i jep, si thuash, një shije të veçantë, i hedhe dhe pak se s'kam hedhur. E dua me një qikë, e dua me pak krip. E të lutem Anita, neve hapim këtu miell, misri të verdh apo të bardhë, me çfarë ta bëjmë? Si do t'i rinte më mirë? E të dyja shkojnë, nuk është të bëjmë të verdhin, të ndihet pak edhe ngjyra, se më pëlqen kur e ka ato ngjyrën e miellit të misrit, ja kështu, sepse Ola na vjen më aq shumë variante të miellit në treg, sa që na vë në dilemë se çfarë të zgjedhim. Ne po e bëjmë sot me miellin e misrit të verdh. Ju mund të zgjidhni ta bëni edhe më pak të ndjeshme, pra duke zgjedhur miellin e misrit të bardh, e ndërkohë që mund të zgjidhni edhe për receta të tjera gatimi një lloj tjetër mielli nga ato që po shihni në ekran tani së bashku me ne, që kompania Atlas në logon e miellit Ola sjell për ne, për ju, për konsumatorin, për të gjitha zonjat që i përdorin kaq shumë edhe i duan. Të përfitoj pak nga koha që s'kam katin këtu, e ndërkohë të përmendet të falenderoj edhe bashkëpunëtorët e tjerë të rëndësishëm të kuzhinës son të përditshme në Vila 24. Do doja të falenderoja kompaninë të Huta, do të kemi sot receta që do të vinë pikërisht dhe me produktet e tyre tepër cilësore në treg dhe që japin shije dhe vlerë gatimeve tona të përditshme, që nga orizi, nga vaj, nga drithra të ndryshme, po sheqeri etj janë pafund, mjafton që të shikoni logon e të Hutës dhe e kuptonin që keni të bëni me një ndër kompanit më të vjetra, duhet thënë, edhe më të konsoliduara në tregun shqiptar. Ndërkohë që do doja të falenderoja gjithashtu edhe O Vital, duke e ditur që veza është pjesë e rëndësishme e familjeve tuaja, e jona gjithashtu. E përdorshme pothuajse kudo në çdo vakt të ditës, e rëndësishme është të dini të zgjidhni vezën më të mirë, jo vetëm për të qenë sigurt, po për të marrë të gjitha vlerat ushqyese që ajo sjell në organizmin ton dhe që janë të pazëvendësueshme dhe vendin e parë sigurisht ju e dini që e mban proteina që ne përftojmë nga veza. Dhe duke ditur që unë kam me shumë qejf to vaktet e shpejta, sepse e dim që jemi goxha të zënë dhe her pas here nuk arrim dot të gatuajmë gjithçka që ne duam, hapim frigoriferin dhe duam të konsumojmë diçka të shpejtë, siç janë dhe salçiçet Vudi, që mund të jenë një vakt i shpejt mëngjesi, pas ditëje, darke gjithashtu, por fare mirë mund përshtaten edhe në gatime, ku salçiçet janë pjesë e tavave të ndryshme, e makaronave që mund të bëhen me salçiçe, po një sanduiç ashtu i shpejt është gjithmonë një zgjidhje plot shije nga Vudi. Atëherë Anita është të mora shumë kohë, jo, nuk është se morën thjesht këtu hodha erzat. Ato, do me thonë, kemi filluar me qepët e njoma, erzat, kripën, i përziem, do të shtojmë edhe pak vaj këtu, ndërkohë që këtu kam edhe gjalp, edhim edhe pak vaj në brënd, tek pjesa e mbushjes, edhe vaj këtu tek tava, që të lyet, se kjo është vaj, do me thonë, mielli misrit, e do edhe qumshin, do edhe këtë. Tani do të shtojmë mielli, rreth gjysmë kilogram. Tani këto gjërat janë tradicionale dhe bëhen me sy, nuk ka nevojë domethënë që të bëjmë masa në këto.
Thjesht shikojmë atë si thuash si të jetë masa e mbushjes, të mos jetë e lëngshme dhe as shumë e ngurtë. Okej. E përzim dhe tani shtojmë qumshin. Thash qumësht ose edhe... Shumë mirë. Po qumshi sigurisht që e bën si thuash më të shishme. Edhe më të mirë, ja e shikojmë tani. Edhe e zbut, edhe kombinon me mielin e misrit. Që është e vërteta nuk dua tjetër miell, aq sa o dhe ishte mjaftueshme, sepse si që shikoni e duam të jetë pak si e lëngshme, se mielli gjatë zjerjes do të më pikset. Dhe nuk duhet të jetë e fortë, por të jetë ashtu urdhro më thuajt lutem. Jo, doja të pyesja, duke qenë se jemi në këto sekondat e fundit të shkëputjes së fleshit, do ta hedhim në tavë dhe do e vendosim direkt në tavë, në furrë, do ta spërkasim me pak vaj edhe gjarp edhe e kemi për ta vendosur në furrë. Okej, pra e spërkasim vaj mbi vaj me miell misri, shumë e thjeshtë dhe shumë e shishme duhet të dalë. Shumë e shishme, këtë duhet të them se është shumë e shishme apo e vendosur dhe po. Atëherë këtë masën e hedhim në tavë. I shtojmë përsëri besoj pak miell edhe gjalp. Apo jo miell drejtën jo nuk është se ka nevojë, jo, nuk i hedhun miell. Është një lloj tjetër kjo, domethënë në 3 vatë ndryshme. Nuk është si pispilia. Pispilia e do mielli sipër. Okej, shumë e thjeshtë. Ca copëza e gjalpi dhe në furrë. Kur të kthehemi në pjesën e dytë do të shikoni tavën që do të ketë marrë një sipërfaqe, do të kryer një pjesë të pjekjes dhe do t'i prezantojmë dhe me recetat e tjera. Ndaj, unë dhe Katerina vazhdojmë të jemi në kuzhinë, ju vetëm qëndroni me News 24 edhe do të zbuloni recetat e radhës pas pak. Erdhëm, si që thamë, shumë shpejt e kjo, vazhdojmë të jemi live në Villa 24, kemi vendosur në furrë recetën e parë që përgatitëm kur ishim të kjo live, dhe jemi kthyer pa bërë asgjë, më duket se e kanë dhe punën, no? Po, e kam këtu se do fillojmë që të përgatisim barbunja me salcë. Ja po e heqim se nuk do të jo, moj tjendë, të kësa gatuar nuk prish punë. është diçka që më shion duke gatuar e duke pirë edhe atë kafen. Si që bëni edhe ju në shtëpi në mëngjes. Mund ta bëni një gjë të tillë. Atëherë të dashuran visa, neve sot do të përgatisim barbunja. Barbunja mund t'i bëjmë me mish, mund t'i bëjmë me patate, mund t'i bëjmë të zjera salat, mund t'i bëjmë edhe kështu me salsë mënyrën se si unë do t'i sjell sot. Fillimisht barbunjat këtu kam vendosur një tenxhere me ujë të valuar, duaj që barbunjat më përpara t'i vendos në ujë që të gjysmë zihen, faktikisht bëhet në 2 mënyra, ose i vendosim që të zihen fillimisht dhe në gjysmë zjerje, jo plotësisht, dhe të përgatisim salcën ashtu si do ta përgatisim edhe ne, ose mund të filloni me kavërdisjen e barbunjave të qepës dhe këto dhe në fund të hidhet salca. Kjo është shumë, do me thonë, duhet respektuar kjo mënyrë e të përgatiturit, sepse nëse filloni, përgatisni salcën dhe hidhni barbunjat brenda, atëherë ato forcohen dhe nuk zihen. Dhe tjetra është që oksidon, do me thënë, salca i oksidon dhe i humbet atë ngjyrën dhe vlerën, do me thënë, të barbunjave, i heq atë jeshillëkun, klorofilin që përmban në barbunja. Fillojmë fillimisht duke hedhur në një tenxhere ose në tigan me fund të thellë, që ne këtu e përdorim me qëllim që dhe juve ta shikoni, do me thënë ta ndiqni nga shtëpia se çfarë po bëjmë. Dhe do të hedhim me njëherë qepët, 2 qep mesatare, unë kam pasur dhe pak nga to pjesën e bardhë të qepëve të njoma, e qënëse është pranverë tani edhe qepët e njoma janë atë fazën e tyre të duhur dhe kombinojnë shumë mirë me barbunja, po veç se pjesa e bardhë, jo pjesa jeshile. I jep një tjetër shije barbunjave, na i sjell më të freskëta. Ndërkohë këtu do të shtojmë edhe krip. Dhe ndërkohë që lëm qepën të kavardiset, ne shohim së bashku në gjysmën e ekran sasisë së kripës. Recetat. Receta e parë që ne kemi vendosur në furrë për të pjekur është petë misri me qep dhe hudra të njoma, në duhen 500 gram miell misri, 5 duar qep të njoma, 1 dorë hudra të njoma, kopër majdanoz në energjik, 2 filxhan qumësh, vaj, gjalp dhe krip. Sot Kanti masat e ka marrë me duar. Jo me tufa qepët. Barbunja me salsë.
1 kilogram barbunja, 2 qep mesatare, 1 lug salcë, 2 domate, 1 lug miell, 1 gjethe dafine, vaj, kopër, majdanoz, kripe dhe piper. Sapo e kemi nisur përgatitjen e gjellës me barbunja dhe salcë, dhe ndërkohë nëse do të na premtoj koha, do të bëjmë petulla me energjik dhe na duhen 500 gram miell që rrit vëllimin, pra mielli për kek, 1 tufë energjik, krip, piper, ujë dhe vaj për skuqje. Dhe jemi duke vendosur barbunjat në një tenxhere më vete për të zier. Në ujë të varluar duhet të hedhim barbunjat që të bëhet gjysma e zierjes së barbunjave. Ndërkohë në krahun tjetër kemi hedhur qepët, të cilat do të kavërdisen, do të shtohet më mbrapa domate të freskët nëse keni 1-2 domate të cilat këto i keni të grira në rende ose të prera në kubik të vegjël. 1 lug salcë, varet domethënë nga sasia, për 1 kilogram e do 1 lug salcë. Salcë të koncentruar, domate. Po, salcën e trash, po themi, e cila sa më e koncentruar të jetë, aq më pak do në përdorimin e gjellës. Si po shkon ande nga furra puna? Jo, jemi në rregullat, prandaj i hodha një syt dhe i pash se si janë, në çfarë janë, kështu që tani këtu duhet domethënë që të kavërdisen, të zbuten, jo të kalojnë atë si thua te kalimin e skuqjes, tani në fazën e skuqjes, thjesht të na zbuten qepët. Gjithmonë kur kemi jeshillëqe, mirë është që qepa të zbutet dhe jo të skuqet, domethënë të marrë atë ngjyrë, të ketë ngjyrën e arit dhe jo të skuqjes së fortë. Tani këtu, pasi është bërë kjo gati, të mbulojmë këto që të na marrin, domethënë sa të filloj të marrin një val shpejt. Ju në shtëpi mos i mbuloni faktikisht, lërini kështu siç janë. Këtu do të hedh edhe domaten e freskët. Dhe me qenë se janë barbunja dhe nuk kemi, domethënë lidhse për barbunje, domethënë të mos ngelet ujë më njëll, do të shtoni pak miell ta spërkatni, domethënë te salca, para se të hidhni barbunja. Po, se barbunjat në fakt ati nuk është se e trashin lëngun, kështu që një majë... E besoj duhet kemi të kujdesshëm edhe në sasinë e ujit, të mos i shtojmë shumë ujë tek sa ziej. Jo, në masë, prandaj bëjmë të parazierin, pastaj edhe këto qepa dhe këto nuk do shumë kohë, përgatitet salca, pastaj hidhen barbunjat brenda dhe i lëm të ziejnë prapë, prandaj gjysma e zierjes bëhet këtu, gjysma tjetër bëhet domethënë në tenxhere që ato të marrin shijen e salsës. Dhe kjo është mënyra më e mirë për të përgatitur. Mirë, të cilën ne po e tregojmë tani bashkë me recetën që vazhdon të jetë në ekran për ju që e keni humbur her pas here, rikthehet për t'ju ardhur në ndihmë. Kaq miell na duhet? Po, edhe madje për masën që kam është mjaftueshëm. Po. Por duhet që ta hedhim kështu ta spërkatim mielin, jo ta hedhim në një vend të gjithë, që ajo të ketë mundësi tani të kavërdiset mielli. Okej. Edhim edhe salcën. Po, gjithmonë duke e krijuar një hapësirë, po, që të skuqet. Që të ketë mundësi domethënë të kavërdiset të skuqet salca. Ja, kështu, sekretet të mësuara nga Katerina këto. Domethënë heq atë aromën e salcës, ndjes, dhe jep shijen. Përveç edhe ngjyrës pasaj që na i patë ngjyrën e mirë, por kryesorja është pjesa e shijes. Tani këtu që të na bëhet salca gati, do të hedhim ujë, domethënë nga i barbunjave, po. Se e kemi edhe të nxehtë. E kemi të nxehtë dhe nuk ka nevojë që të shtojmë ujë tjetër, ky ujë nuk na prish punë. Është ujë që del nga barbunjat. Po. Është mjaftueshëm, nuk hedh, do ta shikojmë më mbrapa nëse ka nevojë për më tjetër ujë. Dhe atë do ta shikojmë në momentin që do shtojmë barbunjat brenda, atëherë do shikojmë edhe për pjesën e ujit. E lëm tani që të na ziejnë pak salca, ndërkohë që edhe barbunjat të zihen. E mbulojmë me kapak. I ulim temperaturën.
në një temperaturë mesatare, e lëm që të na zjejë salsa, të na lidhet dhe pastaj do shtojmë barbunjat që po na bëhen gati këtu. Në momentin që do shtojmë barbunjat, do shtojmë edhe këto majdanozë dhe kopër sipas dëshirës, do t'i hedhim kështu të paprera sipër dhe në fund fare do t'i servirim me majdanozë të freskët të green whole. Këto do t'i lëm këtu për momentin dhe neve sa këto të na bëhen gati, mos të harxojmë kohën kohë, le të fillojmë këto petullat. Petullat, po, shumë mirë. Tiganin ta hoqa unë nga zjarri se mendova mos na fillon të na nxehet më shumë se ç'duhet. Recetën e petullave ne e lexuam pak më herët. Jo, ta ulim pak temperaturën se na ka marrë, domethënë. Ka marrë të si më shumë se ç'duhet. Këtu kemi miell. Atëre, mielli farina. Farina, po, që është për kek, por jo i aromatizuar me portokalle apo me vanile, një miell të thjeshtë. Po. Por që e rrit vëllimin vet, duke qenë se ka pluhurin fryrës apo jo. Brenda, po. Ndërsa nëse e doni për kek dhe e doni edhe me aroma të ndryshme të vaniljes edhe jo vetëm farinat, e keni edhe në paketime më të vogla edhe me aromatizues. Pra përtej miellit pluhurit fryrës ka edhe aromat e veta dhe përgatitet një kek pa i shtuar asgjë tjetër. Atëre, këtë hedhi mielin përpara, nëse doni mundet edhe ta kaloni në sit, por që është e vërteta na ka treguar që janë shumë cilësore dhe nuk është nevojshme. Kështu që juve për merak, faktikisht në sit kalohet nëse e përdorin për kek me qëllim se ndihmon domethënë ai rrofes dhe na ndihmon domethënë që të rrisë më tepër volumin. Këtu kam nenexhik, dhiozë, mëndërs, në treva të ndryshe ka emërtime të ndryshme. Nuk ka nevojë që t'i presim me thik. Thjesht i coptojmë. Por janë gjethe të vogla, i coptojmë me duar. Por i jep një aromë, një shije shumë të mirë dhe faktikisht këto lloj petullash janë shumë të mira kur ke dhe probleme diare. Po, sepse shumë e këshillueshme. Shumë e këshillueshme vërtet. Qoftë edhe për fëmijët e vegjël. Edhe për çaj, përdoret në rast të diareja, po edhe të thatë, nëse nuk e gjeni kështu të njomë. Këto janë tani në pranverë, janë petullat më të mira që mund t'i përdorni dhe janë shumë të shijshme. Coptoni një çik më tepër këto pjesën e gjetheve. Dashka goxha, gjethe? Duhet të ndihet faktikisht edhe mirë i bën, nuk është se i bën keq. Sa aromë të mirë që vjen? Aroma është fantastike. Tani është koha domethënë që përdoroj shumë, qoftë në këto pitet me misër, qoftë në pikë mishi, qoftë edhe në këto lloj petullash, pra është koha më e përshtatshme për përgatitjen e këtyre domethënë për përdorimin e nenexhikut, mëndërs, dhiozën, që ka emërtime të ndryshme në treva të ndryshme. Duhet shikoj edhe këtu vanilën sepse. Shikoj edhe një herë çfarë do të furrë. Ja, pak temperaturën dhe lë që të qetësoj. Vetëm miell dhe nenexhik me shtuar. Miell, nenexhik edhe krip. Edhe krip. Shumë e thjeshtë. E rëndësishme është që kjo duhet të rritë të qëndroj faktikisht, ashtu si çdo lloj brumi, mirë është të qëndroj një 5 minutë. Atë lutem Manila vendosim atë tigani për të vendosur vajin, i hedhim vaj. Ka nevojë për... bëjmë si brum petullash. Ka nevojë për shumë vaj? Hidhi pak. Shiko, dhe pak vaj dua dhe këtu Anila, se kur i hedhim te brumi vaj, nuk thithin vaj. Edhe ky është një sekret. Duhet më shumë? Jo, mjaftueshëm për masën që kam, është mjaftueshëm, faleminderit. Përsa aty hidh tani vaj. Edhe do t'i bëjmë lug neve petullat. Ka ti ma shikoj një herë, se tani në fakt petullat duan. Mjaftueshëm është tani, sepse duhet të rrim shumë pastaj të qëndrojmë që të na bëjnë gati, kështu që ja. Ky është brumi. Fillojeni hidheni ujin në mënyrë graduale dhe i shikoni me sy pastaj se sa duhet. Ja, kjo është. Ky është brumi, domethënë që është pak më i butë, domethënë se brumi i kekut. Është në rregull dhe lëm tani pak të qetësoj. Shikojmë ande të bëhen bashkimi i tyre dhe do të tregojmë pastaj përgatitjen e petullave. Do kalojmë pra te gjella. Tani, ky brumi i petullave duhet në shtëpi, them unë, se ne kështu s'kemi kohë. Mirë është të qëndrojë. Duhet ri, ë? Po ta lëm për 10 minuta bëhet akoma më i mirë. Domethënë shkëmbet edhe shija e nenexhikut që kemi hedhur brenda tek mielli, lidhet, bëhet. Por jo që të vi.
Pra nuk është domosdoshme që të Jo, nuk është se s'kemi maja brenda, nuk ka nevojë, por duhet është ajo që thash. Fryrës bën ndonjë efekt. Ja, shiko sa mirë që u bë salsa tani. Kjo salsa do ndihmoj tani që të na bëj edhe barbunjat. Ja, edhe barbunjat u gjysmë zien. Tani janë barbunjat të pranverës, këto të cilat nuk ka nevojë për shumë zjerje, zien shumë shpejt. Atë që thash që mund t'i bëjmë mish, mund t'i bëjmë patate, mund t'i bëjmë salat. Kështu si që janë të zjera, neve nga që kishim shumë në atë kohë dhe nuk ka nevojë të shtojmë edhe ujë, i bërnin do me thënë nëna jonë na i zjente dhe na i përvëllonte me vaj. Me vaj me krip dhe asnjë që tjetër dhe i hanim si salat. Po. E të tjera ko atyre, faktikisht ndoshta ishte skamje, por këto gjërat që janë, si të thuash, bio, sepse kështu i kishim neve atyre, na shijonin mjaft dhe ishin shumë të shishme. Vërtet. Tani kjo po është momenti që të hedhim edhe. Ato hiqen, besoj në fund janë sa për të lëshuar aroma. Tani kjo nuk ka nevojë që të shtojmë ujë tjetër, është ajo që thash që do ta shikojmë. Unë thjesht me sy nga që puna ime kjo është, i shikoj domethënë se sa duhen. Tani është momenti që vendosim kapakun, i lëm një 10 minutë tjetër dhe i kemi gati për të servirur. Pra kjo është mënyra më e mirë e përgatitjes së barbunjave me salcë të kuqe, salcë tomate. Mirë, ata nxjerrim nga furrata apo do bëjmë petullat? E pash edhe një herë unë, mirë duket. Nuk është. Ta heqim. Se tani ajo është bërë gati, thjesht do për të tani nëse ju e keni humbur mënyrën e përgatitjes së kësaj recete që ne po nxjerrim tani nga furrat të kësaj tave, do ta gjeni pak minuta në vonë në YouTube, klikojeni, shikojeni, shumë e thjeshtë në përgatitje, s'kemi fare skuqje. Pra përzierja e të gjithë përpërcëve që pat pak më herët në recetë, qepës, e hudhrës, e erzave, e miellit të mistrit të verdhë, krip, vaj, çfarë kishte tjetër, gjalpi që u shtua sipër. Në momentin. Bëhen në një tas, vendoset në furr, piqet dhe del kjo tava këtu e shkëlqyer dhe e sezonit ndër të tjera. Patjetër, tani është momenti që kjo duhet të rritë të qëndroj të pushoj dhe pastaj do ta kemi gati për ta prerë dhe për ta konsumuar. Edhe qumshtin që unë harrova, po ndoshta kur të kemi një hapësirë në vazhdim do e shohim edhe një recetën. Patjetër, dhe për punën e qumshit thamë anvisave, nëse doni ta bëni me qumër, sigurisht që bëhet më mirë dhe më e shishme. Misri e do qumshin, tani i shkon. Nëse nuk keni, mund ta bëni vetëm me ujë, pa qumësht, ose mund ta bëni gjysmë qumësht, gjysmë ujë. Këtë e shikoni sipas mundësive tuaja në familjet tuaja. Tani për pjesën e kësaj të shikojmë nëse është bërë vaj. Po. Pak fare, na e do të shikoj tani dhe një herë barbunja tu, sa të... Edhe kjo pak fare na e do. E do pak, po të japim pakës. Okej, si jemi, kemi 10 minuta kohë, nëse do kemi ndonjë ndërprerje informacioni, por që deri më tani jemi mirë. Jemi në rregull, shikojmë tani se si. E pak, fillon, do me thënë, që ta e shikoni që ne nuk kemi hedhur asnjë gjë brenda, thjesht nga brumi që kemi, do me thënë, mielli, ka të vetin fryrëse, filluajnë, do me thënë, që të rrisin vëllimin. Do me thënë, aq më mirë kur qëndron më tepër brumi, atëherë bëhen akoma edhe më të shishme, edhe më të mira, edhe më të buta, duhet të them. Tani do të mbushim tiganin me petulla dhe do të fillojmë të skuqim me qenë se temperatura e vajt është e duhura. Bëjmë në mënyrën tradicionale që i bënim neve lug-lug. Po. Edhe i hedhim një nga një. Op. Të shojmë këto një herë. Kur e shikoni që merë temperaturë vaj, sigurisht që ulni temperaturën që mos të, si thua, marrin skuqje sipërfaqësore dhe brenda ngelen të qullta, kështu që duhet të kemi kujdes edhe për punën e skuqjes së petullave. Atë që do të thoshja tani për punën e barbunjave, ju e pat mënyrën se si neve përgatitëm, shumë e rëndësishme nga që barbunjat nuk kanë atë vetin lidhse për të hedhur atë mielin, që thamë pak miel, ku spërkatet te pjesa e salsës në mënyrë, do me thënë në fillim fare që përgatitet salsa, jo tani më mbrapa, as shkrim miell me ujë dhe hedhim brenda në gjell, siç kam dëgjuar, faktikisht nuk është gjëja më e mirë ajo për të bërë, sepse vjen era e miellit dhe gjella humbet komplet shijen.
ashtu se si unë ua tregova në fillim fare, ashtu është mënyra më e mirë për të përgatitur, do me thënë, barbunjat me salcë. Por kur kemi patate, nuk ka nevojë, sepse patatja është ajo që bën lidhjen e lëngu, do me thënë, të salcës. Është koha më e përshtatshme tani për të përgatitur barbunja, është koha e tyre, barbunja, bizele, fillojnë angjinaret, mund të bëhet, do me thënë, me bathë, bëhet edhe një kombinim i mirë, do me thënë, me të gjitha këto që unë ju thash. Her pas here do sillim këtu në studio, sepse është koha më e përshtatshme për të përgatitur këto lloj gatime që unë ju përmenda. Për të patur larmishmëri në gatim, pranvera fillon edhe sjell çdo ditë perimet të reja, të freskëta janë të sezonit. Tani, në vërtet I kemi gjatë gjithë vitit në fakt të gjitha në treg, por siç kanë aromën dhe shijen tani, edhe vlerat e tyre nuk I kanë. Direkt nga dielli pranveror që ka rrezet ultraviolet, do me thënë janë rrezet më të mira që si thua I rrisin shumë mirë perimet, sidomos këto që kanë atë klorofilin. I themi gjithë këto neve sepse duam dhe të presim që të na bëhen edhe petullat, por na jepet pa tjetër, por na jepet mundësia që të bëjmë, të themi edhe ca këshilla, kështu që është mirë që t'i sjellim her pas here për të mësuar, për të rikujtuar, ju se shumë avisa I din, por edhe ndonjëherë I harrojmë, edhe unë I harroj, mosha bën të vetë, por duhet edhe rikujtuar. Harrohen, edhe recetat që ne bëjmë çdo ditë këtu, kur kalon një kohë, për shembull unë e di që ti ke gatuar një recetë, po duhet hap edhe një herë YouTube-in për të parë si e ke bërë, sepse harrohen vërtet, ka gatime që plus që përgjithsisht qëndrojmë te ca gatime kështu të një menu javore që pak lëvizim dhe harrojmë të kuptojmë se sa shumë gatimi të ofron, mjafton një përbërës më shumë, një element më shumë, një erëz më shumë dhe edhe atë gjellën që mund të jetë e njohur apo e thjesht për të gjithë, siç kemi sot për shembull gjellën me barbunja. Ja, 2 sekrete të vogla, qoftë dhe ajo lugja e spërkatjes me miell apo mënyra e shtimit të salcës, do të bëjë që shija e gjellës tuaj të jenë ndryshe dhe ne ndaj e kemi Katerinën këtu për të marrë nga eksperienca e saj e gjatë. 5 minuta kohë kemi. Këtë besoj nuk duhet ta presim, duhet të lëmë të kulloj. Ajo do të lëmë që të kulloj faktikisht, por edhe shumë. Ja, shiko se sa e butë. Është shumë e butë. Okej, nuk po e prisim atëherë, duhet ta lëmë të... Tani nëse duam mundet edhe Jo, të mos nuk do ta ndaj një... Mirë është çdo gjë që del nga fura duhet të rritë të qetësohet, edhe pastaj të pritet dhe të konsumohet. Okej. Atëherë, në këtë minutazh të fundit do të presim të mbushim pjatën e parë me petulla, edhe do të shërbejmë edhe gjellën me barbunja ku ajo prekja e fundit do të jetë pak majdanoz. Po. Në sipërfaqe edhe do ta kemi gati për ta konsumuar. Ja. Shumë të mira, ta heqim fare këtë s'na duhet. Heqim këmbakun, e thjesht në përgatitje me pak përbërës, pra qep, pak domate, pak salcë, barbunjat që I është dhënë një val sipër, erëza të freskëta, pak kripe dhe piper dhe gjella është gati. Stërëm pak të këtu. To lëngjet këtu, sepse do vendosim pjatën edhe mos të na duket. Edhe të fillojmë të servirim. Po? Që thamë për pjesën e erëzave, I heqim kështu më një. Po, sepse do t'ja shtoj majdanozin në pjatë. Ta afroj diku këtu se... Nëse shikoni se sa e lidhur është salca. Edhe pse unë kam ngritur pak temperaturën, që ta fikim plotësisht tani. Kjo quhet barbunja me salcë, nga që kemi në qendër të vëmendjes edhe salca që na e bën kështu të lidhur. Heshtje tani është. Mendi që gjithë po presim pjatën. Kemi një heshtje, vërtet.
dhe kemi përfunduar. Dhe ja, ku është pjata e gjellës me barbunja? Të shojmë janë këto petullat, se sigur i harruam këto. Apo e ke ullur temperaturën? Jo, lartë E që harruam, thua? Ja, mirë janë. Në rregull. Them këto po Kastile. lëmë atje. Atë kemi Të vishti me vram. Në rregull janë shumë në rregull. Mirë janë. Na lanë dhe ato kohën e dur që të bëhet, me thënë të marrin atë ngjyrën e duhur. Atëre i heqim. Nëse Elma, doni tani, fillimisht s'kemi mundi më, t'i dy kalon, t'i lëni në një letër kuzhine, Po. që të kullojnë vajin, edhe pastaj i vendosni. Një këtu. Ta vën tham, nuk do ta presim, po e sigur që është shumë e mirë, edhe në brëndësi, dhe lëmë dhe një sipërfaqe të vogël për të vendosur petullat, se vetëm ato na kanë mbetur. Kjo dorë me pak akoma, kështu që po e lëm këtë. S'ka gjë, po marrim vesh se këto. Edhe, nga që kemi pasur, dhe me thonë, pjesën e Sot nuk jemi ndër. që e kemi, Po do ta mbarojmë deri në fund të tufën që kishim sot. E kemi Edhe, përdorur e kemi në të mbajtur gjitha. që të na tregoj, dhe me thonë, po, edhe qam atë se bukur, qam çfarë bukur. kemi bërë neve këtu. Ja, kështu, Pjata si bëjmë. ata për bukuri. Ashtu. Ti edhe njësit të fundit, çfarë bëm ne sot? Dhe tani, Nga ta nisim? Anika gati të na i bëj ato. Hajde. I shohim me radhë dhe shohim edhe recetat në ekran pastaj. Pra, gjella me barbunja. Si e kishte emrin? Brushtull me qep të njoma dhe hudra dhe erza. Ashtu. Ose petë misri me qep të njoma dhe hudra. Okej, pra mund ta quani si të doni Si ta juve, duan. edhe petullat Me djozëm, në energjik, djozëm, po. mëndërz. Pra, në treva të ndryshme ka emërtime të ndryshme, por është e njëjta erëz. Ashtu. Prandaj dhe vendosëm në fund që ta shikojnë anvisa se çfarë është mëndërz, erz apo djozëm. Që e njini shumë mirë, Energjik. thjesht sipas trevave tuaja mund ta quani ndryshe. Atëherë, receta e parë është kjo. Pet misri me qep dhe hudhra të njoma, 500 gram miell misri, 5 duar qep të njoma, 1 dorë hudhra të njoma, kopër majdanoz në energjik, 2 filxhan qumësh, vaj, gjalp, krip. Ecim barbunja me salcë, 1 kilogram barbunja, 2 qep mesatare, 1 lug salcë, 2 tomate, 1 lug miell, 1 gjethe dafine. Ne si kemi vendosur gjethe dafine, Kati? Vaj, kopër, majdanoz, krip, piper. S'ka gjë, është sipas Zakonisht në dëshirës. dimër është më e Dafina, përshtatshme po. dafina, por tani në sezon të pranverës është më mirë domethënë ta bëjmë me këto jeshile që t'jene përdorëm. Po. Por jo se dhe nuk i shkon, të jemi realist. Po. Petulla me energjik, 500 gram miell që rrit vëllimin. Pra, mielli farinap, 1 tuf në energjik, krip, piper, ujë, vaj për skuqje. Ju bëf të mirë, të lumshin duart. Faleminderit e dashur. Ta mbyllim tani 10 minuta ora. Kënaqësia ime. Faleminderit shumë për gjithçka. Je një dritë një diell sot. Orë të vesh. Hajde themi mirupafshim ambisave të tua. Mirupafshim, kalofshi sa më bukur dhe miru takoshim nesër këtu me Anilën në të njëjtën orë. Kemi pak publicitet tani dhe pastaj kemi një temë që, Kati, çfarë mendon ti kur për martesë i propozon vajza djalit? E kohët ka ndryshuar. Të vërtetën dua. Ka ndryshuar kohët, domethënë. Ulet në gjuj me një unas dhe i thot, do të martohesh me mua? Shiko, nuk do doja në këtë ekstrem. Të pëlqen apo jo? E mosha jonë, domethënë me ato mentalitetet Të pëlqen apo jo? që tulet vajza në gjunjë. Nuk e di, nuk e di. Për këtë do flasim ne pastaj. Pastaj më do ftuarit në këndin në tonë. Kohët ka ndryshuar, kështu që... Okej, të ftoj në panel aty me mua. Flasim një çik për ta. Publicitet kemi tani.